Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pavarësisht nga 2 lëvizje të ditëve të fundit, pra fraksione brenda partisë, nuk ka ndërmend të largohet si kryetar, duke injoruar Nenin Basha. I pyetur sot pse nuk e dha dorëheqjen nga PD pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Kreu i Selis Blu shpjegoi se në një situatë të tillë, pas zgjedhjeve fars të 11 majit, ky akt do të shërbente vetëm Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Berisha pranoi se nëse zgjedhjet do të ishin me votë të lirë, dorëheqja do të ishte një akt i shëndosh dhe ai do ta kishte bërë. PD e përcakton fatin e drejtuesve të saj dhe përfaqësuesve nëpërmjet votës. Humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh i dorëheqjes së atyre që drejtojnë, por në kushtet kur zgjedhjet janë fars dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do të shërbente diktatorit dhe atyre që shpikin pluralizmin. Do i shërbente vetëm diktatorit, u shpreh ai. Kryedemokrati ka komentuar gjithashtu edhe takimin e Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit me më të votuarit e primareve dhe 11 majit. Berisha u shpreh se me kandidatët e primareve është takuar ose i ka telefonuar, ndërsa shtoi se Saliani ashtu edhe Ali Mehmeti kanë qenë në zyrën e tij në Selim Blu. Kandidatët e primareve i kam takuar ose telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë, Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Ka pasur një problem serioz angazhimi ynë total në mbrojtjen e votës. Në rast se rikujtoni deklaratat e mia, kanë qenë 12, e para me Edi Ramën, nuk ka zgjedhje, por kam bërë një zotim që do të mbroj votën, tha Berisha.